Marrëveshja s'ka asnjë rëndësi. Marrëveshja është një formalitet pa fuqi juridike. Çështja themelore është që ata të na mundsojnë akses në dokumentet e sigurimit të shtetit. Më kanë shprehur mua privatisht ata është se kanë frikë se ne do të dublojmë arkivin. Ne s'dublojmë arkivin, ne marrim ditë për ditë në arkivin qendror të shtetit, që është arkivi më serioz në shërbim, ne marrim secili nga ne, studiuesit atje, 20 dosje ditë për ditë. Hoxha kërkoi ndërhyrjen e kuvendit për zgjidhjen e këtij ngërçi përmes përmirësimeve ligjore, ndonse sipas tij, Parlamenti nuk ka dëshmuar ndonjë entuziazëm as për hetimin e krimeve gjatë luftës. Po antarë të kuvendit në përvjetor dalin me shamisin Korenë e Veriut. Akademia vazhdon të mbrojnë narrativën komuniste me botimet e saj. E refuzojnë ta përfshin institutin në shkrimin e historisë. Shqetësim u shpreh edhe për trajtimin e rasteve që lidhen me vrasjet në kufi, të atyre që tentuan të largoheshin nga Shqipëria në vitet 1989-1990. Kemi bërë një seri kërkesash tek AJDSSH-ja për vrasjet në kufi. Ka përshtypjen se kemi bërë diku te 20 e ca kërkesa. Njerëzit që kanë ushtruar atë dhunë janë gjallë. Ashtu dhe aty mund të veprojë, pastaj mund edhe juridikisht. Aksesin në arkivën e sigurimit do na jap mundësi të hetojmë gjithë periudhën, se ka pasur vrasje që në kufi që nga 45-a. Gjatë diskutimeve u rishfaq dhe debati mbi filmat e realizuar gjatë periudhës së komunizmit, për të cilët Hoxha u shpreh që duhet të transmetohen në mënyrë të kontrolluar. Ne nuk themi të digjet magazina me filmat e kinostudios. Por filmat jo të jepen çdo mëngjes, ato duhet të jepen të kontrolluar. Përfaqësues të kuvendit, mes tyre deputetët Ina Zhupa, Erion Malaj dhe antar të tjerë të komisioneve, ngritën shqetësime për mungesën e transparencës në vendimarrjen e bordit të Institutit të Krimeve kundër komunizmit, mungesën e qasjes publike në dokumente dhe problematikat me ambientet e punës së institutit, i cili ndodhet ende në zyra me qira, që sipas drejtorit janë të përkohshme prej më shumë se 2 vitesh dhe ende nuk është gjetur zgjidhje.